Të nderuar miq, mirëmbrëma, mirë se takojmë në emisionin Besim me Naser Selmanin. Sonte këtë emision do t'ja kushtojmë çështjes së arsimit në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut dhe për të shtjelluar këtë temë kemi zgjedhur edhe një bashkëbisedues të përshtatshëm. Është profesori i ekonomisë Enver Ajdini dhe sindikalisti i njohur në Republikën e Maqedonisë dhe ndërkohë ka themeluar edhe sindikatin të punonjësve të arsimit në Maqedoninë e Veriut. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në fillim desha t'ju pyes pse degradoi arsimi në Maqedoninë e Veriut. Kështu, pikë së pari, t'ju tregoj se unë në arsim jam prej vitit 2009, edhe do të flasë për atë periudhë prej kur edhe jam i kyçën drejt për së drejt. Përndryshe, vi për një familje ku pothuajse gjithë kemi qenë kemi marrë me mësimdhënie, që kjo ishte edhe ajo dëshira ime edhe unë ta përcjellja atë traditë për të jem pjesë e arsimit, mirë për fat keq, prej vitit, prej periudhën e fundit, në arsim po ndodhin gjëra që shkojnë në dëm edhe pikësparit të nxënësve, po edhe të mësimdhënësve. Problemi kryesor sipas meje, mendoj po edhe sipas shumicës të mësuesve që punojnë, është kyçja e politikës në sistemin arsimor në vend. Çka nuk kuptoj me kyçjen e politikës? Ndërhyrje në fakt. Ndërhyrje, po pikësparje, emërtimi i drejtorëve shkollore është punësim partijak, po edhe të punësuarit, pra punësimi i mësimdhënësve pothuajse shkon në të njëjtën mënyrë. Nëse nuk je partijak, shumë vështirë edhe do të punësohesh në një shkollë fillore ose të mesme. Du ta kesh edhe librezën partijake. Kjo është ajo që shkakton demotivacion për pjesën e mësimdhënësve që nuk i përkasin asnjë politike, ata ndoshta duhet punojnë shumë më tepër se të tjerët për ta marrë një vendim pune, se për ta siguruar një punë të stabile, sepse çdo njeri ka nevojë për një vend punës. Mandej kyçja ose punësimi partijak shkakton edhe jo seriozitet në mendoj anashkalim të detyrave punuese që ka nuk po hyte pjesa udhëhecë, por e mësimdhënësi. Sepse ai do të ndihet shumë i fuqishëm, më i fortë nëse është pjesë e një partie sidomos qeveritare, edhe do të vjen komat në punë dhe edhe mund edhe të mos vije. Po mundet edhe të mos vije ose të jetë më pak aktiv ose të jetë më pak profesional në vendin e punës. Sepse mendon se mundet të veprojë si të don. Është i fuqishëm, por e ka shpinën e fortë, ashtu është edhe mendon se ka të siguruar vendin e punës dhe asgjë s'mundet t'ja mohon atë drejtën për marrje vendim punës. Ka ndikuar kjo në imazhin e mësuesit në përgjithësi në shoqëri? Ja, zakonisht shumë. Temi autoriteti dhe digniteti i mësimdhënësit pothuajse edhe nuk ekziston. Pra autoriteti i një mësimdhënësi ka shku aq poshtë pothuajse shtur ta them, por nxënësi shkallku i humbjes autoritetit sillet me mësimdhënësin, po ose si shok, por jo si mësues, pra sillet si një e ka një urë kaluese ai nxënësi dhe thotë do ta mbarojmë këtë shkollën e mesme ashtu kështu, që do të thotë përveç mësimdhënësve dhe nxënësi njihet komod, në ditët e sotshme, ndihet shumë komod, që edhe ai me ato lidhjet e veta të cilat i posedon familjari i vet, do ta mbaron shkollën jashtëzakonisht lehtë dhe që ndonjëherë do të ketë mungesa të shumta në mësim, si nga nxënësi, po edhe nga disa mësimdhënëse. Këtu faktikisht autoriteti një mësimdhënësi veç bjen. Ka edhe presione ndaj arsimtarëve që pavarësisht ndonjë nxënës nëse meriton të kalojë me një notë kaluese ose. Po,
Po ekzistojnë edhe si represione, basisht mendoj të cili mësimdhënës praktikohen ose përdoren, normalisht falë Zotit, unë thëmë, do të na lishon toka nëse nuk kemi ende mësimdhënës që mbajnë qëndrim dhe autoritet me shumë mundime, dhe normalisht ata nuk pranojnë represionet të ndryshme dhe mbajnë një qëndrim si në notim edhe në vlesim, pa dhe si në atë seriozitetin në vetë vendin e punës. Po të tjerë për fat të keq në ditën e sotshme janë në numër shumë të vogël. I nështrojnë presionit këto profesor nëse insistojnë që të majnë qëndrim dhe të mos bëjnë kompromis me standardet? Po me vetë përvojën, mendoj çdo udhëheqës ose çdo mësimdhënës, mendoj tash që kanë datoj në shkolla jemi të ndarme në grupe, kemi 10 grupi mësimdhënësve të cili nuk pranon represione, kërcënime nga anat të tjerëve dhe ata e din të kush munden të ndikojnë ose të themi nëse duhet një nxënës ta kalojmë, por represioni ekziston patjetër deshta s'deshta dhe unë duhet nxënës se që ndoshta nuk e meriton notën tash probleme notë kaluese. Megjithatë ne ende kemi arsimtar që nëse një nxënës nuk meriton që të kaloj vitin nuk e kalon. Kemi unë jam një fityre dhe që themi gradualisht themi sistemi po na ndon edhe ne po ndojmë pa dashje në ndronë kriteriumet e notimit, po pse unë i ndroj personalisht nga represionet, sepse për fat keq çdo vit nxënësi interesim për të mësuarit, pra bie interesimi për të mësuar. Çdo vit është më i dobët dhe më i dobët. Prandaj unë mendoj se jam i detyruar në ta ul kriteriumin e notimit, sepse nxënësit po... Duhet përsëritën më tepër. Më tepër nxënës, jemi detyruar ta ulim kriteriumin e notimit. Këto çështje ju keni qenë pjesë edhe arsimit këtij ekzistues që bashkon gjithë punonësit të arsimit në Maqedoninë e Veriut. Jeni munduar që ti adresoni këto çështje në sindikatin ekzistues? Po drejtën të them prej vetë punësimit, prej datës kur jam punësuar, personalisht kam pas më kanë bërë padrejtësi në vitet e para të punësimit. Janë mundu ndoshta edhe të më nxjerrin nga vendi punës, shkaku thash se nuk kam qenë i kyçën politikisht dhe kam qenë apartjak. Themi ndoshta ja kam zënë vendin një dikujt tjetër dhe janë mundu në çdo mënyrë që të më nxjerrin nga puna, po unë kam qenë shumë luftarak, themi, kam luftu për drejtat e mia personale, edhe me kohë kam pasë përveç me, pra edhe mësimdhënës tjetër i kanë probleme të njëjta. Dhe këtu filloja lufta ime kundra këtyre padrejtësive. Si në start me disa profesor Maqedon, themi se ishmi më të zëshëm, prej mediumeve unë njifshme dhe u bashkuam dhe themeluam në start atë plenumin e mësimdhënësve. Unë jam një prej themeluesve të plenumit mësimdhënësve. Dhe përmes plenumit mësimdhënësve, neve të gjitha ato padrejtësitë që ndodheshin në sistemin arsimor, i drejtonim deri te Ministria e Arsimit dhe Qeveria e vendit. Përveç plenumit mësimdhënësve, në atë kohë formua edhe plenumi i nxënësve, që kishmi bashkëpunim pra edhe pak knacit e nxënësve, edhe pak knacit tona bashkarisht i shkojmë. Dhe asnjë ditë mos jam dal nga lufta për të drejtat e mësimdhënësit dhe drejtat e nxënësve dhe për ndryshimin e këtij sistemit arsimor në të mirë të nxënësve dhe mësimdhënësve. Profesor, ju me kolegë tjerë keni vendosur që të formoni një sindikat të re, sindikatën e punonjësve të arsimit. Cilet janë arsyet? Pse duhet formojë një sindikat të re? Po kështu, unë tash jam shumë aktiv, unë kam qenë edhe pjesë e 2 sindikateve më të mëdha në shtet, pra kam qenë pjesë e Sashkut. Pak kënaqësia parë që kam nga Sashku
është ajo personale dhe shumë mësimdhënësve, se sa shku antarëson në mësimdhënës pa i pyetët, që do të thotë bën shkelje ligjore në bazë të kushtetutës. Në bazë të kushtetutës në neni 185 është ajo antarësimi në sindikat është vullnetar. Sa shku me vitet të tëra ka antarësuar antarë të vetë pa u pyetur i punësuar. Me vetë punësimin është bërë dhe antarë. Asnjë mësimdhënës nuk është pyetur. Pra kjo ka qenë pakënaqësia e parë nga sindikati më i madh në vend. Dhe pakënaqësia e dytë ka qenë nëse i kujtohen ato provimet eksterne që mbajtën viteve dikon 2014, ashtu më duket. Dhe në bazë të provimeve eksterne shteti vendosi një ligj ku në bazë të atij ligjit një pjesë të mësimdhënësve do të shpërbleheshin dhe një pjesë do të dënoheshin në bazë të rezultateve që i kanë treguar nxënësit në ato provime eksterne. Pra të dënohet një mësimdhënës me një përvojë në bazë të një testi 45 minutash, themi, një mësimdhënës që ka gjithë jetën ja ka dhënë arsimit. Kjo ishte ajo edhe pakënaqësia pa nga ky sindikati më i madh. Praktikisht nuk ishte në gjendje që t'ju mbrojë nga kjo. Absolutisht. Edhe neve aty si plenum kemi bënëm padi në kushtetutën në kuvendin në gjykatën kushtetuese. Edhe themi nëse ne si plenum kemi fituar diçka, ky provim ekstern është të rjekur në bazë të kërkesës tonë në gjykatën kushtetuese. Pra nuk ekziston në provim ekstern, sepse neve Gjykata e vlerësoi si jo kushtetuese. Jo kushtetuese, po. Sidomos ligjin, përveç ligjit për vlerësim dhe dënim të mësimdhënësve, u pruh në atë kohë dhe një ligj tjetër, sepse në atë kohë dulëm në grevë, themi sindikati më i madh dolëm në grevë, e prunën edhe një ligj tjetër thot për ata mësimdhënës që nuk do të janë pjesë e grevës, do të zaventësohen me mësimdhënës tjetër. Që do ta up drejtën edhe të grevës. Edhe filluan pra ne që ishmi në grevë, të binë mësimdhënës të na zaventësojnë që me kondështën edhe të na përjashtojnë nga vendi i punës. Vetëm Që në një mënyrë është edhe mohimi drejtës grevës. Grevës, po. Kjo ishte përndryshe, mandej unë kam qenë edhe nën kryetari i sindikatit tash të dytë më të madh në vend, është Sashku, ose Nësoni në Gjuhë Maqedone, kam qenë nën kryetari atij sindikatit. Pakënaqësitë e mia sidomos janë unë ashtu nuk kam menduar në bazë të aktiviteteve që kam pas në të dy sindikatet, se në të dy sindikatet ka përkrahje të vogël ose të madhe nga ndonjë parti më e madhe e shtetit. Që edhe duke i parë këto gjëra, themi në këto dy sindikate, unë nuk e kam di vetëm komod. Të jemi sakt, do thotë, ju mendoni se kjo sindikat ka qenë dorë zgjatur e ndonjë partie? Po. Sidomos Sashkut ose Songit. Gjithmonë ka qenë dorë zgjatur e një partie si në qeveri. Çfarë do thotë kjo në vend që të përfaqësojë interesat e mësuesve, ka mbrojtë interesat politike? Po, ashtu i bjen. Se tash është edhe një gjë tjetër, që tash ta lidhin këtë përkrajnë ose lidhjen qeveritare e Sashkut me qeverit e fundit. Sashku ka në komisionin për punësim, për mësimdhënës. Një prej antarit, tre antarë në komisionit në qytetin e Shkupit, po flasë për shkollat e mesme. Një prej antarëve është antari i komisionit për punësim është antari i Sashkut. Edhe aptazi antari i Sashkut, të gjithë atyre që kërkojnë vendin të punës dhe i plotësojnë kushtet, i kërcënojnë se nëse nuk je antari i sindikatit më të madh në vend, edhe s'mundesh të marrësh vendim. Pra kjo është ai kërcënimi më i fundit që po hapet për nek friga e një mësimdhënësit të bëhet pjesë e një sindikati më të ri është jashtëzakonisht e madhe. Friga se themi ata i kërcënojnë se nëse shkon te sindikati tjetër, për shembull nuk ka shans të marrësh vendim të punës. Pra kjo është ai lidhje me sindikatit dhe partive që janë I bie kjo që antari që është në atë komision vend që të përfaqësojë interesin e mësimdhënësve mban krahun e të antarëve të vet. Po nuk do të thotë që neve të jemi që nuk prandaj është ai nini 185 në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Është vullnetar, unë nëse s'më pëlqen, nuk ndihem komod në atë sindikat, nuk do të bëhem antar i atij sindikatit. Nuk mundet askush më të detyron të jem pjesë e një sindikatit ku nuk e ndi vetëm pa vullnetin tuaj. Pa vullnetin tim. Është shkelje ligjore.
a shkelje ligjore. Po për fat keq deri tash askush se ka paditën në Sashkën, që unë kam një prej pikave kryesore në të ardhmen, pra do të luftoj kundra kësaj padrejtësie që bëhet mësimdhënësve. Po shkelje ligjore. Gjatë punës që keni, apo bashkëpunimi që keni pas në këto sindikata ekzistuese, keni ndjer ju që problemet e mësimdhënësve shqiptar nuk merren, nuk trajtohen ashtu siç meritojnë? Absolutisht, po jo që kam vërejt, unë kam insistu në shumicën e mbledhjeve ku kam qenë aktiv, se kam qenë aktiv në këto sindikata, herë pas here kum cek disa probleme të cilat ndodhin vetëm në shkollat shqipe, sidomos në shkollat rurale, sidomos në kohën sepse neve tash punojmë me ditar elektronik, gjithçka është me teknologji kompjuteristike. Problemi ka qenë atë kohë se në fshatna, besoj në shumicën e fshatna, interneti ka qenë jashtëzakonisht i dobët. Problem shumë i madh ka qenë i mësimdhënëve që me kohë ti evidentojnë të gjitha orët ose ti vendosin notat në ditar elektronik sepse s'kan pas internet. Përveç asaj kushtet për punë kanë qenë jashtëzakonisht të vështira. Themi edhe udhtimi mësimdhënësit që ka punu në një shkollë rurale ka pas edhe shpenzime më të mëdha për transport, sepse me transport personal, me vetur të vetën, ka udhëtu diku 25-50 km deri në vendin e punës dhe asnjëherë Ministria e Arsimit këto shpenzime nuk ja ka mbulu. Këto janë disa prej kushtet, shkollat vjetra, ekzistojnë ende shkollat vjetra me kushte jo të mira dhe higjienike. Problemet të cilat unë gjithmonë i kom cek në sindikatet ku kam qenë, normal ata më kanë... Cili ka qenë përgjigjet? Si janë pritur këto? Po, përgjigja ka qenë me në këtem problemet të cilat sindikati nuk miret me këto probleme, por miren shoqata të ndryshme të mësimdhënësve, themi, ata i kanë për obligim të miren me kushtet ose Ministria e Arsimit. Mirë, po unë thash përveç shtyllës parë që është e mbrojtja ligjore, shtylla e dytë e çdo sindikati është edhe përmirësimi i kushteve të punës, apo. Si për Punë sindikale është. Po, punë sindikale, si për nxënësit ashtu edhe për mësimdhënësit. Kryesorja mu vetëm më kanë dëgju kur kam cek këto probleme dhe absolutisht nuk është vepru, pra nuk është marrë ndonjë veprim ose aksion për këto çështje. Ju tani keni sindikatin tuaj. Po. Si është pritur ideja për themelimin e këtij sindikate? Ideja nga shumë mësimdhënës, sidomos ata me përvojë më të madhe, patjetër ta them, është pritur jashtëzakonisht shumë mirë, nga mësimdhënësit të ri, mendoj nga në moshë më të reja. Po nga mësimdhënësit më të vjetër, mendoj është prit mirë, kam përkrahje zakonisht të madhe, sepse nevoja për një sindikat të tillë besoni ka qenë kaq motshme, pse mos të kemi edhe na një sindikat ku do t'i përfaqësojmë në mënyrë më të denjë mësimdhënësit shqiptar, sepse në numër jemi shumë. Unë sa kam informacione, mendoj mos gaboj, du të kontrolloj në intin statistikomi, po sipas informacioneve të mia diku 35 deri 40% jemi punëtorët arsimit jemi shqiptar. Është numër shumë i madh. Ka filluar procesi i regjistrimit sa keni arritur të animoni njerëz që t'i bashkojnë këtij sindikat? Po, në fillim, pra, normalisht gjithmonë vinë ata që i ke më të afërt, me cilë ke më tepër kontakt. Shkollës time janë përfituesi të gjithë pjesë e sindikatit dhe shkollave ku unë kam bashkëpunim më së shumti. Nuk kam pas sukses sepse jemi shumë të ri, s'kam pas kohë se jam i angazhuar edhe në shumë projekte të tjera, por ne jemi që 6 ditë, jemi sindikat shumë i ri. E kam lënë disi prej fillimit të vitit shkollor që vjen, të shkoj në për qytete sepse s'kam pas mundësi për ati vizitoj qytetet si Tetova, Gostivari, Struga, për momentin jam aktiv vetëm në Shkup, që nuk mjafton. A kam shumë ftesa, shumë interesante nga Tetova dhe Gostivari, kam jashtëzakonisht ftesa që të bashkojnë. Që të bashkojnë edhe kërkojnë që unë të shkoj
të ata dhe të bëjnë promovimin e sindikatit. Ka një farë kushti ligjor që duhet ta plotësoni për të mund të përfaqësuar arsimtarët në bisedimet eventuale me qeverinë? Po, ne si sindikat, edhe pse jemi të ri, mbas një muaj të themi, mbas një muaj që ju regjistru, unë veç arrita ta kem atë takimin e parë me Ministreshën e Arsimit. Unë veç kisha takim. Përveç me ishin edhe 4 antarë të kryesisë, ku Ministresha na pranoi si sindikat, jemi një për sindikateve më të shpejt, jemi në realizimin e një takimi kishim veç takim me Ministrën dhe ajo na shpresoj se do të na përkrah dhe do të na ndihmon në çdo kërkesë. Do të jetë e hapur në balkonin e ju. Vetëm unë për befasim bëta shumë jashtëzakonisht i kënaqur nga bisedat të cilën e bënë me Ministreshën e tanishme. Keni biseduar jo në atë rrethin e ngushtë të sindikalistëve për çështje që janë emergjente, që janë të shpejta, që duhet trajtohet. Cilat janë ato 3 çështje që ju mendoni se janë jetësore për në punësit të arsimit në vend? Do të them kështu, çështja e parë dhe ajo kryesore për fat keq mos themi, domethënë është për fat keq po them sepse nuk është vetëm e rëndësishme për mësimdhënësin. Është rritja e pagave. Çdo mësimdhënës në vetë antarësimin në një sindikat të ri, pra pyetja e parë që do ta bënë unë në prezantimet që kam bënë për disa shkolla, ku do të kemi rritje të pagave, sa do të na ndihmoni ju sindikat në rritjen e këtyre pagave, dhe normalisht ajo pyetja tjetër shumë e rëndësishme, atë që përmendë edhe atë ku bëhet veç po bëhet shkelje ligjore, që në marrja e vendimit në vend punës pa marrë parasysh se një mësimdhënës në vetë plotësimin e kushteve, pra mos të mirret edhe ana sa je antari, sepse në kushtetutën e mazhonisht në një konkurs për mësimdhënës për janë 3 pika. E para është pra shkollimi përkatës për atë vend punës, apo e dyta është të kesh të mbaruar atë punën praktike me mentor për në pat për një vit, dhe treta është dhënia provimeve pedagogjike. Asku nuk shkruar. Antarësia në sindikat. Asku nuk shkruar. Prandaj kjo është edhe kërkesa. Praktikisht sindikati aktual e keq përdor pozitën që e ka në komision për të detyruar arsimtarët të antarësohen në këtë. E keq përdor dhe bën shkelje ligjore. Është shkelje, por sipas me shkelje ligjore. Sepse për shkel të drejtën e një mësimdhënës. Si mendoni ta trajtoni çështjen e rritjes rrogave? Ju keni një marrëveshje kolektive me... Puna e parë është kërkesa jonë dhe kërkesën të cilën e parashtruam si takim të parë me Ministrën e tanishme, ishte që rrogat të paguhen në bazë të marrëveshjes kolektive, e cila marrëveshje kolektive nuk është ndryshuar çysh nga viti 2005. Kam të njëjtë. Mendoj ky sindikati më i madh në vend. Pra, kjo është kërkesa e gjithë mësimdhënësve, besoni, sepse në bazë të koeficientit për ndërlikueshmëri në vendin e punës, mendoj do të dalë një rrogë sado kudo e kënaqshme për çdo mësimdhënës. Në kushtet e Maqedonisë, kjo rrogë po, në kushtet aktuale, sikur të respektohej marrëveshja kolektive, sa do ishte paga? Koeficienti i ndërlikueshmërisë për shkollat e mesme është 2.33, 2.31 është për shkollat fillore, pra nëse mirret rroga minimale 25.000 sapo i bjen dikun 54.000 denar do të jetë rroga e garantuar në bazë të marrëveshjes kolektive, jo rroga të cilën e kërkojmë neve si mësimdhënë. Po është rrogë në bazë të marrëveshja kolektive është dokumenti kryesor në bazë të cilit duhet paguhet një mësimdhënës. Është obligative? Obligative, po obligative është. Edhe qeveria nuk e zbaton? Nuk e zbaton shkaku i arsyetimeve se mungojnë mjete financiare nga buxheti, pra nuk kanë mjete për të realizuar këtë drejt tonën, pra nuk
Edhe na kanë premtuar se me kalimin e kohës, gradualisht, pra duke rritur nga 5% që ta mbërrin atë kvotën në bazë të marrëveshjes kolektive. Ju si sindikat, si mendoni se do ta detyroni qeverinë që të fillojë të respektojë, të zbatoj në shkrimin që ka vënë në këtë marrëveshje kolektive? Ne si sindikat të ri do të jemi më normal të vogël në numër. Opcioni vetëm për ta detyruar, pra e kemi pra daljen për protesta dhe se nuk e kemi të drejtën derisa nuk kemi sindikat reprezentativ të organizojmë greva, po përmes shkrimeve të ndryshme drejt ministrisë, përmes protestave të organizuara, pra do ta ngrim zonin dhe që njëherë për gjithmonë të jemi të paguar në bazë të një marrëveshje që ekziston qysh nga viti 2005. Ju mendoni se nëse arsimtarët janë të organizuar si duhet, mund të ushtrojnë presionin e nevojshëm në ministri që ajo të fillojë të zbatojë marrëveshjen kolektive? Patjetër, por do ta them për fat të keq ekziston edhe ajo friga, unë do ta themi kështu aptës, e friga e mësimdhënësve. Unë personalisht kam marrë pjesë pothuajse në gjitha protestat që prej viti 2009 që jam i punësuar, që janë organizuar nga ana e sindikateve të tanishme dhe plenumit mësimdhënësve, mendoj nuk ka munguar në asnjë protestë. Po friga e shumë mësimdhënësve, mendoj të jem pjesëmarrës në këto protesta është shumë e madhe, sepse presionet janë presionet për mosmarrje në protesta nga të gjitha anët. Kush i bën këto presion? Dihet. Mendoj ata që përfaqësojnë. Është drejtori, janë... Po tash drejtori jo direkt, se ka të drejtë, mirë po përmes drejtorit normalisht. Mendoj përmes linjave tjera, përmes shtabeve partijake, themi, nëse ata kanë marrëveshje me një sindikat me qeveri që nuk i konvenon një protestë mësimdhënësve, ata do t'i detyrojnë ata mësimdhënës që mos jenë pjesëmarrës dhe do t'i kushtojnë, sepse nëse merr pjesë do të përjashtohesh nga vendi i punës. Ka raste... Ka raste që arsimtari vetëm pse ka marrë pjesë në protestë është larguar nga puna. Si në 2014 në ato protestë në grevën që greva ishte greva më e madhe dhe që zgjati më gjatë, ka pas, por sidomos ata mësimdhënës të cilët kanë qenë pa vendim pune. Ju përmendën këtë çështjen e... S'kan pas vendime, normalisht me ata më lehtë ka qenë të ndërpresin atë kontratën e punës. Përmendet çështjen e përfaqësimit. Do thotë, cili është ai cenzusi ligjor, sa antarë duhet të keni të drejtën që të negocioni dhe të organizoni? 30% të numrit përgjithshëm të mësimdhënësve në Republikën e Maqedonisë. Kjo i bie që pjesa dërmuese e arsimtarëve shqiptar nëse antarësohen në sindikatën tuaj? Neve na duan ashtu që nëse ta themi në numër 5.000 mësimdhënës edhe do të jemi reprezentativ. Nëse arrim numrin në 5.000 antarë, neve që jemi sindikat reprezentativ. Jeni optimist se do të arrini këtë numër? Po jam optimist, por është një send. Unë jam 2 vite para pensionit ke iniciativa ime të themeluarit një sindikati. Më shumë ka qenë para se të dalë në pension, të bëj diçka për arsimin, edhe këtë sindikat normalisht do t'ja vle mësimdhënësve kolegëve më të ri. Une do të mundohem për këtë periudhë që jam në punë të rregullt, të bëj çmas që ky sindikat të jetë i njohur jo vetëm në vend, por thash edhe në rajon. Kam lidhjet e mia në rajon gjithkend, kam për krahjen e madhe, edhe nëse asgjë për sindikatin do të mundohem ta bëj të ketë një emër dhe të jetë i njohur gjithandej, përveç se në vendin tonë. Tash në numër që të bëhet reprezentativ, tash do t'ja lë të rive, ata le të luftojnë, të thrasin kolektëve. Që ati animojnë në një mënyrë tjetër. Animojnë që mos t'i bjenë se unë po luftoj për
për interesat mia personale, besoni këtu s'kam interesa personale. Në sindikat, nëse merresh me çështje sindikale, ki vetëm telash. Vetëm telash edhe shumë punë, besoni. Plus asaj, unë tash si sindikalist i ri, se s'kemi zyret, ende si kemi siguru, i kam në një grup, kom hap një grup Viber, i kom thënë të gjithë atyre që janë, lirisht në çdo kohë mundeni të më lajmëroni në telefon. Tash ke telefonata ti marr unë edhe që nuk është e lehtë. Mendoj çdo profesor, çdo mësimdhënë se ka një problem të vogël në vendin e punës, më lajmërohet mua. Po unë jam i hapur, do ta ndëgjoj gjysore, një orë, edhe do të mundohem me ndihmue. Me atë forcën, fuqinë që e kemi momentale. Do thotë kjo çështja e presioneve që u bët arsimtarëve. Mendoj se edhe heshtja e presioneve i shton presionet. Nëse arsimtarët i denoncojnë këto presione dhe organizohen bashkë, ju bëjmë ballë këtyre presione, besoj se edhe presionet do të jenë më të vogla. Patjetër, po kjo heshtja është shumë e dushme dhe shumë mësimdhënësit heshtin. Ata flasin kur takohemi të pim një kafe. Këtë problemet themi i tregojnë aty. Në vendin ku duhet, ata janë në heshtje. Do thotë duhet të nxisni njerëzit që mos të heshtin. Flasin. Që mos të heshtin, që të besojnë në sindikatin më të ri. Ndoshta përvoja juaj është dëshmia më e mirë se kur nuk hesht. Unë vetë pse s'kam hesht, po të regoj personalisht në vendin e punës edhe kam mbrojt vendin e punës. Pa sindikat, pa gjë. Kum pa dit shkollën, kum pa dit... Kam me unë, kum kërcnu, si individ. Se nëse nuk më jep një vendimin e punës, unë s'do të ndale me luftën për t'ju pa ditë në të gjitha institucionet shtetënore dhe ndërkombëtare. Unë kam luftu, qysh për ditës parë që më punësu. Edhe asë njerës kam pas frikë se dikush... Po edhe pse e kam mendu se ndoshta do të më nxjerrin për punë. Po frikë s'kam pas. Mendoj këtë muj me dëshmu gjithë kolegat e mi ku punoj. Bile kush ka probleme, din shka ku në kalu unë, mendoj për çdo problem vinë edhe konsultime. Dhe ja vlen që mbrojsh interesat e juaja si... Që tash si shembull, për të regoj me në 2 kolegeve, tash më sti përmenjen është nga Gostivari nga Tetor, vetëm përmes telefonit kemi mbaru punë. Çfarë më thotë, ma kanë tregu problemin, të cilën e kanë në vendin e punës, ma kanë dhënë numrin e drejtorit, unë sekretar sindikatit konforme drejtorin, edhe ju kum kërcnu, themi nëse nuk e zi problemin e asaj edhe pa i njohtë mendoj. Vetëm përmes telefonit drejtorin të 2 rastet e kemi zgjedhur. Vetëm më kanë lutur mos na pa ditë në gjykatë se mësimdhënës janë në fjalë edhe kjo mësimdhënë do të marrin vendin punës edhe të dyja të kanë marrë. Që i që solidariteti është... Kanë ardhur në Shkup, më kanë falendëruar që është kry puna, pa presione sindikati vogël, si që jemi. I bie kjo që solidariteti që du të tregojnë arsimtarët mes veti është mjet apo instrumenti më mirë? Forca jonë. Përveç çështjes së rrogave, çështja e dytë që mendoni se është vlen që të adresohet? Para disa viteve, numri i nxënësve ka qenë në paralelet shqiptare, ka qenë jashtëzakonisht i madh. Mendoj sa më i madh të jetë numri, aq më vështirë është mbajtja e orës mësimit. Por gradualisht, jo pse ka intervenu temi ministria, por për fat keq numri i nxënësve është duke u zvogëlu, ose shkaku i largimeve nga vendi, largimeve si familjare dhe numri çdo vit po zvoglohet, sidomos në shkollat rurale. Unë kam informacione se në disa shkolla rurale për shkak të mungesës së nxënësve edhe janë mbyllur ato shkolla, nuk funksionojnë. Ky ka qenë te shkollat shqipe ka qenë problemi i numrit të madh të nxënësve. Problem tjetër është... Dhe shteti refuzon apo ka një farë droje që të rrit numrin e paraleleve. Sepse unë këtu në Shkup di raste ku paralelet në Gjuhë Shqipe kanë nga 30 nxënës, ndërsa ato maqedonare me 5-6 dhe maksimum 10 nxënës. Edhe drejtori, kryetari i komunës refuzojnë që të hapin edhe një paralele. Këto probleme kanë qenë shumë të kamoqme, prandaj unë them edhe nevoja
ka qenë e kamotshme për themelimin e një sindikati shqiptar. Unë kur jam punësuar dhe në vitin e parë kam qenë kujdestar klase. Numri i nxënësve ku kam qenë kujdestar klase vitin e parë ka qenë 46 nxënës në klasë. Që është jo ligjore, është Jo ligjore. 36 sa është. Po jo vetë shune, kemi pas 6 klasë kanë ekzistuar në atë kohë në shkollën ekonomike, të 6 klasë aty ka qenë numri i nxënësve në klasë e kom 46, 47. Mund të mbahet mësim në atë 4 kushte? nxënës në një bankë temi. Ka kushte për Absolutisht jo. Po për fat të mirë, në atë kohë nxënësit kanë qenë disi më të dhënën mas mësimit, edhe më letë kemi kundër pas. kushteve të këqija. Për kundër kushteve të këqija, dhe kemi pas pak më letë, se kemi pas nxënës më të mirë, kemi të dhënën më shumë nga të mësuarit. Probleme tjera thash është edhe për shpenzimet transportit, është një problem, sidomos sepse ne jemi përfaqësuesi gjithë mësimdhënësve, pavarësisht se ku punojnë a janë në qytet apo në një fshat. Shpenzimet e transportit pra me vite të tëra nuk i paguhen mësimdhënësve, të cilët udhtojnë në largësi shumë të gjata, themi prej shtëpisë deri në vend punës. Po tash është një gabim i madh edhe kjo është pra duhet ndrohet, neve kemi bërë kërkesa të ndrohet kjo pikë nga edhe marrëveshja kolektive, sepse të gjithë mësimdhënësit e marrin të njëjtën pagesë për transport, varësisht se ai jemi afër apo larg, që nuk është ferm ndaj disa mësimdhënëve të cilët shpenzojnë më tepër për të arritur në vendin e punës. Themi unë jam 3 kilometra pi vendit punës, shumë e kam afër shkollën, po i marr të gjithë të njëjta shpenzime si një mësimdhënës e cili ndoshta udhton 10 kilometra. 10 kilometra çdo ditë. Prandaj këtu duhet të ketë edhe ndryshim në mënyrën e pagesës për shpenzimet të transportit. Për ndryshe, libra mungojnë, mendoj është një prej problemeve më të mëdha për momentin. Edhe pse kom informacione se vjet ose para vjet librat veç janë botuar, po flas për shkollat profesionale. Nuk po flas për filloret se nuk kam njohuri, po flas vetëm për shkollat profesionale ku edhe vetë kom qenë redaktori një 5 librave të ekonomike. Ato i kemi mbaruar themi para një viti, po librat ende nuk shtypen. Është problemi. Arsyeja? Arsyeja nuk e di. Kemi bune disa kam pyetur në Ministrinë e Arsimit. Disa shkolla janë shpërndarë, disa shkolla nuk janë shpërndarë. Pra numri i librave të botuar është shumë i Edhe pse qeveria ka marrë obligim ligjor që të siguroj libra shkollore. Të gjithë, po. Po falas. Po, e ka marrë atë obligim, po nuk për realizat. Jemi ka fundi i misionit. Desha që më la përshtypja ajo që e thatë, me kalimin e kohës bie motivimi për të mësuari i nxënësve. Pse është kjo kështu? Po, tash më stjalom fare në zhvillimit teknologjik ose kemi kyçja e nxënësve, kyçja mendoj shumë orëshe në telefonat e tyre dhe mos ndarja mendoj humbja kohë e një të riu, mendoj me lojra të ndryshme dhe aplikacione të cilat pothuajse nuk janë të rëndësishme dhe besoni gjatë orës mësimit atë që janë të lidhur në telefonat celular të tyre, shkaku se janë të kyçur me ndaj bisedë ose të brendshme ose të jashtme me ato. Dhe nxënësi absolutisht mësimi si mësim nuk intereson, por kjo është një prej arsyeve. Arsyeja e dytë ose nxënësi. Dhe sot nëse ju kuptoj drejt, derisa ju ligjeroni ata janë në telefona. Po. Kjo është e keqe, prandaj tash autoritetet që ceka në fillim, për mua personalisht, unë kam shumë vështirë, besoni kur të ngritem prej bankës, shpjegoj, edhe kur e kthej kokën edhe shoh që prej gjithë klasës a janë duke ndëgjuar 2 ose 3 nxënës. Ata më të mirët apo të tjerët s'janë askund. S'janë askund. Ndoshta me syja nga tipmi, po absolutisht s'kan kundër fare interesimit për atë çka ai e duke shpjeguar. Edhe kjo është ajo për mua humbja e autoritetit të një mësimdhënësi. Cili është roli i prindve? Po, ky trekançi për fat keq, unë që gjithmonë e përmendi edhe shumë i rëndësishëm, trekançi nxënës
Mësimdhënës prindër është thy. Prindi jashtëzakonisht pak është i kyçur në këtë rekancë dhe nuk bashkëpunon me mësimdhënësit dhe nuk kontribon në përmirësimin e gjendjes së tanishme në arsim. Besoni në mbledhjet prindore ku të cilat i mbajnë, themi janë minimum 3 mbledhje në vit, Që janë obligative. Obligative janë 3 në vit, pra për 3 obligative për 25 nxënësve, pra do të vinë në mbledhjet 3 deri në 5 prindër. Që do të thotë 20 prindër asnjëherë nuk janë të pranishëm në mbledhjet prindore. Sikur nuk ju intereson. Absolut, ne jemi të detyruar, unë jam i detyruar, por secili të hapim faqe ekstra për prindër, që në faqe ose në Viber ose në WhatsApp, që unë t'i informoj prindërit, sepse ata s'kanë absolutisht interesim, themi janë një grup shumë i vogël, i prindërve që intereson, për është numër shumë i vogël, të tjerët edhe pse informon, besoni asnjëherë po thotë që shumë rrallë ke edhe përgjigje kthyse ose nëse i cek problemet të cilat ndodhin në shkollë, ta vetë do ta lexojnë atë mesazhin edhe do të kthejnë. Reagimi është zero. Reagimi është zero. Profesor, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit. Ju uroj shumë suksese me sindikatën e re. Faleminderit shumë. Faleminderit për hapësinë. Të nderuar miq, ndoqët biseden me profesorin e ekonomisë, zotin Enver Rajdini, i cili kohëve të fundit ka formuar një sindikat ku do përpiqet të animoj mësimdhënësit shqiptar që në mënyrë më të organizuar të promovojnë interesat e tyre para institucioneve të shtetit. Unë ju falenderoj për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe shihemi javën e ardhshme. Ndiqni, pëlqeni, shpërndaj dhe komentoj që kjo video e rëndësishme të shihet nga më shumë njerëz në internet.